Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, njerëzit në dunja, dhe është interesant vëllezër, se ka përmend duke thonë shumica prej njerëzve, nuk ka thonë një grup i njerëzve, nuk ka thonë një pjesë e njerëzve, nuk ka thonë disa njerëz. Shumica e njerëzve janë të pavëmendshëm, karshi dy negative që i kanë, janë të pakujdesshëm, janë jo mirënjohës, karshi dy negative që i kanë, shëndetin dhe përmendi kohën e lirë. Pejgamberi alayhis salam potencon se njeriu është i prirur nga natyra e tij, në jetën e tij, në dunjon e tij, të jetë mos mirënjohës për gjërat që i ka, dhe të lakmoj, dhe të jetoj me dëshirën dhe dashurinë për të arritur në gjërat që nuk i ka. Dhe në këtë rast, momentin që fokusohet në gjërat që nuk i ka, i pavëmendshëm ndaj gjërave që i posedon, ndodh që këto që i ka, duke i kërku ato që Allahu nuk ja ka bë kader, ti humbe, mos t'i vlerësoje dhe mos t'knaqet me këto. Vëllezërit e mi të dashur, a e dini sa njeriu në dunja e humb shëndetin e tij, duke mos e kuptu se nuk ekziston nimet më i madh pas imanit që e ka në jetën e tij, pikërisht shëndeti i tij, dhe këtë shëndet e dëmton, këtë shëndet e humb, këtë shëndet nuk e kujton, këtë shëndet nuk e ruan, dhe krejt këto i bën për arsye për të arritur në diçka tjetër që ndoshta Allahu xhelle xhelalu nuk ja ka bë kader. Sa njerëz vrapojnë pas dunjas dhe në rrugën e tyre në vrap pas dunjas për të nxënë dunjan, për të arritur dunjan, për të kap dunjan, nuk e mendon se është duke dëmtu shëndetin e tij, nuk e shen se është duke dëmtu jetën e tij, është duke e rënu veten e tij, dhe nuk shikon tek vetja e tij, thjesht synimi dhe qëllimi i tij është të arrijë në diçka tjetër që e ka për zemër, dhe në moment që e arrin atë që e ka për zemër, ndodh që atëherë ti paraqiten shenjat se e ka humb shëndetin, dhe pastaj e kupton dhe thot: e sikur ta kisha shëndetin tash. E sikur ta kisha shëndetin tash. Ndoshta ka arrit në një shtëpi luksoze, ndoshta ka arrit në një veturë shumë të mirë, ndoshta ka arrit që të paloj një shumë të caktuar të pareve, por në moment që e humb shëndetin, që tash me çato pare që i ka të bu, edhe çat shtëpi që e ka rregullu, edhe çat veturë që e ka arrit ta marrë, krejt këto është e pamundshme për të rregullu shëndetin. A shëndeti është arsye për t'i ja mundësu këtij për me u kënaqur me të gjitha këto, dhe kur e kupton, atëherë i bie në ment kush? Hadithi pejgamberit alayhi salatu wassalam, mirë po është vonë. Sa njeriu pasuria e tij nuk ka mundësi më me ja rregullu shëndetin e tij. Sa njeriu është në gjendje milionat me dhon, me te kalu një smundje, të cilën smundje ai ka arrit si rezultati asaj që nuk ka qenë i kujdesshëm në jetën e tij, dhe pastaj fillon të flet me veten e tij, dhe është e pamundshme që mos t'i kujtohet se dikur e ka dëgjuar një hadith teksa thon pejgamberi alayhi salatu wassalam se janë të pavëmendshëm, janë të pakujdesshëm krahas dy nimetave shumica e njerëzve.